Sot do të përgatisim hap pas hapi sapun natyral të butë dhe shumë hidratues për lëkurën. Me këtë formulë përgatisim 6 sapun me madhësi standarde rreth 100 gram secili. Për 6 sapun na nevojiten 300 ml vaj ulliri, 120 ml vaj kokosi, 140 ml ujë distiluar dhe 60 gram sodë kaustike. Gjithashtu na nevojiten doreza, mikser, enqelçi, lugë plastike ose druri, mjafton të mos jetë metalike, dhe forma silikone për të hedhur masën që do të përftojmë. Fillimisht veshim dorezat të cilat na nevojiten për gjatë gjithë procesit. Në një enqelçi hedhim ujin e distiluar dhe shtojmë sodën kaustike. Më pas e përziejmë ngadalë derisa të tretet plotësisht. Teksa presim që përzierja me sodën të ftohet deri në temperaturën 40 gradë Celsius, në një enë tjetër përziejmë vajin e ullirit dhe vajin e kokosit. Kur si vajrat ashtu edhe përzierja e sodës arrin rreth 40 gradë Celsius, i bashkojmë së bashku. Fillimisht me përzierjen manuale, më pas me mikser dore derisa masa të trashet dhe të marrë formën kremoze. Masën e hedhim në kallëpë dhe e lëm të ngutërsohet për rreth 24 deri në 48 orë. Pas ndjerjes nga kallëpët, sapunët duhen lënë të thahen dhe të piqen për rreth 4 javë para përdorimit.